Jemi në fshatin Nagafs të komunës Rahovecit, ku mbrapa meje është lisi i Mujës që bart me veti një histori të veçantë, ndërsa banorët e kësaj lagje po kërkojnë që ky lis të rikuperohet pasi ka filluar të dëmtohet nga dukuritë natyrore dhe është një objekt në mbrojtje. Jemi tek lisi i Mujës, i cili është një lis që i babgjysh nuk e mojmë mend, qysh na kanë tregu të partë, nuk dim sa vjet ka, po është i dëmtun, si që shihet edhe dega i ka ra, dega tjetër është në rrezik me ra në telat e rrymës, me na bo dom në për shtëpia, pra i lusim kush është përgjegjës për këtë listë, tash nëse është në mbrojtjen e Ministrisë Kulturës, duhet të angazhohen që ta mbrojmë këtë listë se ka histori të mëdha ky listë.